Mirëmbrëma, mirë se erdhët në ekranin e Radio Televizionit të Korçës. Kam kënaqësinë sonte që të rikthej në ekranin ton një mik me cilin ndajmë në fakt mendimet përbashkëta, idetë përbashkëta dhe projekte televizive të përbashkëta. Një artist do të vi në rrëfimin e tij sonte, sigurisht e shoqëruar me materiale të vëna në dispozicion nga familja, nga miqt dhe nga të afërmit e tij. Ai është një artist i cili për hir të së vërtetës është mbuluar nga pluri aresës prej disa vitesh. Por është një zë që vazhdon të kumbojë e të shoqërojë të gjithë miqtë e tij, rrugët e këtij qyteti, pallatin e kulturës ku punoi për një kohë shumë të gjatë. Po mbi të gjitha një artist i cili vazhdon të kumbojë në memorien e të gjithë atyre që e njohën nga afër. Kam rikthyer në ekranin e Radio Televizionit të Korçës Aleksandër Ikonomidhi Suljoti, artistin i cili do ndaj me ne një rrëfim për Ilia Evron. Alex, mirë se u riktheva. Mirë se të gjeta përsëri. Është kënaqësi të ndajmë së bashku kësaj here një rrëfim interesant për një artist që i mungon prej vitesh tashmë qytetit të Korçës, por atyre që e kanë dashur, që kanë vlerësuar talentin e tij të jashtëzakonshëm, natyrisht që nuk e kanë haruar dhe e rikthejnë gjithmonë në vëmendje. Kësaj here i takonte medias lokale për ta rikthyer në vëmendje. Dhe në fakt është shumë interesante sepse çuditem si ka mundësi një nga gurët e themelit si të shkollës të muzikës Tepta Tashko Korço në Korçë, po si dhe të disa nga solistëve që performuan për shumë vite në Teatrin Kombëtar të Operës Baletit dhe jo vetëm, një personazh si Ilia Evro të jetë haruar në mënyrë kaq hermetike. Të falenderoj për mundësinë që na jep ta risjellim këtë figurë dhe ta riprezentojmë me disa nga faktet që kanë ardhur në dritën. Personalisht jam marrë 4 vitet e fundit me jetën e Ilias. Më vjen mirë domethënë që do risjellim disa nga faktet të cilat edhe vetë familja. Dhe unë të falenderoj, jo se të kam përballë, po të falenderoj për besimin që paten për ekranin ton dhe që gjithë këtë hulumtim tëndin ja besove pikërisht ekranit të Radio Televizionit të Korçës, në fakt më shumë se kujdo tjetër i takonte këtij televizioni lokal për të pasqyruar jetën dhe veprimtarinë e tij, shpeshherë me ulje ngritjet e veta, po dhe siç do ta ndjekim nga rrëfimet e miqve të tij, edhe me ëndra të paralizuara. Shumë e vërtet edhe kjo, dhe duhet të theksohet që kohën e fundit, të paktën vitet e fundit, ekrani Radio Televizionit të Korçës ka risjell disa nga figurat më emblematike, të cilat i kishin munguar dhe kishin një kontribut shumë të madh në rrugën artistike të këtij qyteti, për të formuar atë që ne sot kemi si pasuri. Nuk duhet t'i harojmë gurët që kanë mbajtur fort dhe vazhdojnë të mbajnë themelet e artit në Korçë. Kjo është shumë e rëndësishme. Kthehemi tek personazhin, tek Ilia Evro, ose siç e njohin miq tek Ilo Evro. Ilia vjen nga dy familja, familja Evro dhe Kotoko, janë dy emra që përbëjnë në fakt një sinonim të kulturës dhe traditës korçare. Për të folur pak për familjen nga vinte Ilia, Alex. To ka një origjinë nga Aleksandroupoli Greqisë, që njihet si një krajinë me emrin Evro, prandaj dhe emri ju është atribuar nga zona e tyre që ato kanë ardhur, kanë kaluar në Shqipëri para shekullit të kaluar dhe kanë zhvilluar jetën dhe aktivitetin e tyre si tregtare në fillim në qytetin e Korçës. Ndërkohë, ne do të sjellim në ekran gjatë gjithë kohës një galeri fotosh që për t'i dhënë mundësi dhe hapësirë në fakt të gjithë teleshikuesve për të njohur jo vetëm Ilian, por dhe familjen nga i vinte, kështu që në këto momente le ta filloj me familjen e Ilias. Ilia ishte një prej 3 djemve të familjes Evro. Po, janë në ekran. Janë të 3. 3 vëllezrit e familjes Evro. Dhe po, besoj do të ketë dhe njëri prej vëllezërve është piktor. Ai ka studiuar në Hungari. Në Hungari. Të 3 vëllezërit e Evro. Ky është Vasilaqi Evro, po. Është ka qenë piktor, një nga piktorët e parë
që ka studiuar edhe ai në shkollën e lindjes, siç do zbulojmë dhe më vonë dhe për Ilia Evron. Të tre vëllezërit Evro kanë patur një veçori të bukur shumë, sepse të tre vëllezërit Evro kanë patur një vokal shumë të bukur dhe të tre kanë kënduar në koret kishtare të qytetit të Korçës, ku atje ka spikatur dhe Ilia, po dhe dy vëllezërit e tjera, si dhe Vasili ka kënduar shumë bukur dhe kanë qenë antarë në koret e qytetit të Korçës. Po, këtu janë tre vëllezërit? Po, Nikolaqi, Lambi dhe Iloja. Nikolaqi është një nga portretet e veçanta në librin e pasur të korit Lira, dhe është Ilia, dhe piktori që pam Vasilaqi, është që kishte studiuar në Hungari. Ndoshta për publikun është më tepër i njohur një prej vajzave të tij, sportistja mjeshtre e madhe me cilën krenohemi në fakt jo vetëm Korça, por gjithë Shqipëria, Pavlina Evro, për krijuar edhe një lloj familjariteti edhe me publikun, për të kuptuar që në fakt të tre vëllezërit kishin specifikat e tyre, ndërkohë që ne sot do të ndalemi tek Ilia, pra tek artisti ynë. Dhe për ta njohur pak më tepër familjen Evro, do të vi kjo familje edhe në kujtimet e miqve, një prej tyre i cili ka qenë në fakt një bashkëudhëtar në punën e tij si profesor në Shkollën e Muzikës Tefta Tashko Koço, është edhe Vaskë Kolaci, të cilin vazhdimisht gjatë kësaj bisede do ta ndjekim me kujtimet e tij, ka qenë një mik i afërt i tij, kanë punuar së bashku, kanë ndarë së bashku momente të gëzuara, por edhe shpeshherë të dhimbshme të jetëve të tyre. Kështu që do të ndjekim në pjesën e parë të kësaj interviste të Vaskë Kolacit, cilin e përshëndes dhe falenderoj për gatishmërinë që tregoi me shumë emocionesh, në fakt ai ka ndarë këtë rrëfim për mikun e tij Ilia Evro që i mungon prej shumë vitesh. Familjen Evro në njoh prej shumë vitesh, nëpërmjet Flora Evros. Flora Evro ka qenë nxënësja time e violinës në vitet të hershme, do të thënë vitet 57, 58, besoj. Një çupë shumë interesante. Një familje tipike korçare, njerëz kokulur, punëtorë, jashtë mase modest, një modestie e tepruar, shumë të ëmbël, shumë të dashur. Kujtimet më të mira për Florën, nxënësjen time më të mirë të violinës, spallën e orkestrës së Arqeve. Flora ishte një emblem, si të thuash, ose fillimi i një ngacmimi në atë familje, në fushën e artit, në fushën e muzikës, për mua. Dhe bazë saj ardhën violina dhe instrumenti i violinës dhe muzika u bë një bivi në atë familje. Ndërkohë që në fakt zëri Ilia Evros filloi të tërhiqte vëmendjen e njerëzve të cilët natyrisht ishin profesionisht, filluan të kuptonin që ky ishte një djalë me një zë jo të zakonshëm. Dhe kjo ndodhi në vitet e para pas luftës. Pas luftës, po ka qenë Mihail Siko personi i cili e ka gjetur. Mihail Siko, baritoni i cili kishte studiuar në Itali, vinte shpeshherë në Korçë dhe gjente talente të ndryshme për të furnizuar brezat e ardhshëm muzikor, tasmë dhe për të gjetur studentë për bursat e para që të themeloj konservatori dhe Liceu Artistik i Tiranës dhe më vonë Liceu i Korçës. Në një nga këto takimet ka qenë një takim që gjyshi tim e kujton në doshkrimet e tij në kati parë të Pallatit të Kulturës, ku ka dëgjuar Ilia Evron dhe me njeri ka dhënë sinjalin dhe ka dashur ta ndihmojë dhe
duke provuar vokalisat, atë ditë Piro shkruan në doshkrimet e tij që ka rënë shi dhe ka pasur bubullime. Zëri i Ilo Evros ka qenë aq i fuqishëm edhe pse i papjekur dhe pa përgatitur, të themi, nga ana pedagogjike, sa te kalonte zhurmën e bubullimeve. Mihal Ciko ka qenë personi i cili e ka ndihmuar fillimisht për të vajtur në Bashkimin Sovjetik, sepse është periudha e viteve, domethënë pas luftës, është diku në vitet 50, kur ka filluar dhe brezi i parë dhe gjenerata e parë e artistëve shqiptare që dalin jashtë të shtetit. Atje diku ku ka spikatur dhe i ka kërkuar të ndjekin, domethënë, bashkërisht këtë rrugë. Bursat për Bashkimin Sovjetik ishin mbyllur, kështu që Ilia përfundoi në Sofje dhe në Bullgari. Megjithatë, përpara se të shkojmë tek fitimi i kësaj burse, që natyrisht erdhi me ndihmën e profesor Mihal Cikos, ndërkohë Ilia kishte filluar të aktivizoheshe tek ato pak aktivitete në qytetin e Korçës? Po. Në aktivitetet e Radio Korçës, te autoparlanti Radio Korçës ka filluar të këndoj këngët e para dhe ka qenë i brezit të Pavlina Nikajt, Abaz Ajros, të Anida Takes, të Piro Suljotit, të Pavlo Shollës. Kanë qenë një brezi i parë që ka formuar ekipin amator të artistëve dhe të këngëtarëve të Radio Korçës, dhe brenda këtij aktiviteti ka filluar të këndojë edhe kënga, domethënë, që janë krijuar gjatë luftës antifashiste nacional çlirimtare, të njohura si këngët partizane. Atje ka spikatur sepse dhe dinamika e vokalit të tij të rëndë i jepte më shumë shkëlqim këtyre këngëve dhe janë propozuar një lloj repertori këngësh patriotike dhe këngësh, sigurisht, dhe këngësh qytetare korçare. Dhe për të përforcuar pikërisht atë që tham pak momente më parë, zëri i Ilias dallonte, veçonte edhe në ato ditët me bubullima dhe shi, një bashkohës i tij, artisti tjetër Llazi Balashi, kujton dhe natyrisht jep vlerësimin e tij për zërin krejtësisht të veçantë të këtij artisti, duke qenë se ishte miku i tij, këndonin bashkë në aktivitete ndryshme artistike. E ndjekim vetëm një moment pjesën e parë të intervistës me artistin Llazi Balashi. Ilo këndonte, i këndonte zemra, i këndonte shpirti. Ilo ishte dhe një familjar, ishte dhe një shok i mirë. Na deshte jo vetëm mua, po na deshte të gjithëve. Të këndojmë, tha. Se i kemi përndesh, se jemi korçar, prandaj këngën ta ngjit sa më dal. Kemi qenë 9-10 vjeç. Po, ma thuaj të tërë këtë. Zërin e tij atje i kam dëgjuar për në parë, kur këndonte në këtë moshë, po kishte një zë të mrekullueshëm që ndikonte. Të gjitha ato kore, ato këngë që këndoheshin në kishë, domethënë ky ishte si të thuash kryeja e këngëve që këndoheshin i këndonte në mënyrë virtuoze, tamam fetare siç këndoheshin atë. Zëri Ilo Evros me zë që kishte, i ngjante Gaqe Organgjiu. Dhe Ilo Evro këta ishin virtuoz të vokalit të tyre. Ndërkohë, artisti Llazi Balashi solli në kujtimet e veta dhe këngët që ai këndonte në korin e kishës? Në korin e kishës. Duhet të thënë këtu që familja Evro vjen, një nga shtyllat e familjes Evro në origjinë është familja Kotoko dhe është i njohur ish prifti Panteleimon Kotoko, i cili kalovi më vonë pas luftën në Greqi. Ka qenë një prift shumë i famshëm për predikimet e tija, po dhe për vokalin që ai ka pasur, si dhe për disa nga psallmet e para që ai ka përkthyer. Ndoshta nuk e kemi arritur ta ulumtojmë ose ta përvërtetojmë nga ana shkencore, po me shumë mundësi Ilia dhe vëllezërit e tij që këndonin në koret e kishës, siç e përmendi dhe Xhaxhi Llazi, kanë qenë sigurisht të ndikuar ose edhe pse jo, dhe duke ta kenë mësuar nga vetë Panteleimon Kotoko pjesën e muzikës kishtare. Po në Gojdhëna dhe në disa nga shkrimet që kemi gjetur dhe kemi ulumtuar, ka qenë vërtet një këngëtar, edhe pse amator, shumë i mirë njohës i muzikës kishtare. Bukur, ndërkohë do të ndikim tani një grup me foto nga aktivitetet artistike
të artistit Ilia Evro, përpara se sa ai të fitonte bursën e cila do ta çonte në Sofje dhe pastaj natyrisht jeta e tij do të merrte një tjetër kthes, një rritje profesionale e jashtëzakonshme. Kthimi i tij në Korçë do sillte një artist tashmë të formuar dhe do të shohim edhe aty një grup fotosh e do të njihemi edhe me një prej pedagogëve më të njohur që Ilia pati fatin ta kishte në krah. Këtu janë, besoj, fotot e para, të aktiviteteve të para, në një mosh të vogël. Po. Këtu është formimi i korit me këngë partizane, të cilin e ka formuar me Piro Suljotin, me gjyshin tim. Ka qenë domethënë një nismë më pasi në vitet 40 me është një kor që shumica e antarëve të tij ka kënduar me Gaço Avrazin dhe me Dhora Leka në Mal, kanë dalë dhe partizan për luftën nacionale çlirimtare. Më vonë, pas vitit 44-45, fillon kënga partizane dhe kalon në një tjetër kategori, duke u formuar kori i këngës partizane, i cili ishte deri diku në vitet 60 vazhdoi këtë veprimtari. Po ashtu janë disa nga artistët amatorë në shkallët e ish Pallatit të Kulturës, ku ndodhet sot ndërtesa e Bashkisë të Korçës. Këtu është në sektorin e amatorëve, ka një fizarmonik me sa shikoj dhe disa instrumenta të frymës. Këtu jemi diku në vitin 47-48. Po ashtu është kori partizan, këtu ka dhe disa instrumentistët të bandës të qytetit, siç duket është pas ndonjë ceremonie të veçantë që festohet sa kohë. Këtu është me Lefkothe Kanen, dhe në mos nuk gaboj me Guri Napolonin, është një nga varietet e para që është dhënë në estradën profesionistët amatore të Korçës, më fal. Kjo ka qenë një mbrëmje variete, është më e vonshme, pasi Ilia është kthyer nga Bullgaria. Përsëri ishte njëta pjesë, domethënë një varietet tjetër, me artistë, këtu është përsëri Lefkothe Kanen. E kuptoj. Dhe banda e qytetit. Kemi artistë të tjerë? Miq të ti? Tu është me Spanja Pipën, është në një pjesë që ajo e thot vetë dhe në një intervistë që kemi bërë bashkë, është me Spanja Pipën dhe me Guri Napolonin. Ndërkohë, ashtu sikur se e theksuam pak momente më parë, vokali i jashtëzakonshëm dhe talenti i tij nuk mund të shkonin dëm. Mjalë Ciko mendon që ky djalë duhet të rritet profesionalisht, ndaj ju krijua hapësira megjithëse bursat ishin mbyllur të shkonte në Sofje. Sofje të Bullgarisë. Fati e ndoqi talentin e Ilia, sepse ai pati fatin të kishte një pedagog të jashtëzakonshëm. Brombarovin, e famshëm, një nga bas-baritonët me famë botërore, i cili ka nxjerrë një pliadë të artë të studentësh, po ashtu me karrierë brillante në botë. Ilia ka pasur një testitur, si themi në gjuhën muzikore, shumë të madhe, i cili ka filluar që nga pjesa e mis të poshtme deri në fa diesus larç, ka do të thotë që kishte të plota testiturën edhe të basit dhe të baritonit, dhe nga gjithë brezi, këto kanë pasur një tjetër pedagog në fillim, siç janë caktuar, sepse vinin nga Shqipëria. Nga gjithë brezi i artistëve që vinin nga shumë vende të botës, jo vetëm nga Shqipëria, të botës lindore në Bullgari, Bromborovi ka veçuar vetëm 2 studentë, Ramis Kovacin dhe Ilia Evron, të cilët kanë patur fatin të mbyllin edhe diplomën me këtë pedagog. Një nga pedagogët më të respektuar të Europës lindore, studentët e tij numëroheshin me gishtat e dorës, edhe me shumë krenari e themi që 2 prej studentëve të tij kanë qenë këta 2 emra të njohur, Ramis Kovacin edhe Ilia Evron, dhe është fat të themi edhe për Korçën edhe për Shqipërinë që këta 2 njerëz arritën të dalin pikërisht nga duart e një pedagogu të tillë. Ndërkohë që ishte po kaq fat që në vitet 50, në fillim të viteve 50, një i ri korçar të shkonte studionte në konservatorin e Sofjes në Bullgari. Është edhe kjo një tjetër shans, një fat që e ndoqi artistin ton. Ja këtu kemi një grup fotosh pikërisht që na bëjnë me, domethënë na njohin, le të themi, me godinën ku ka studiuar Ilia Evro në ato vite, në fillim të viteve 50.
Alex, është e vërtet që këta ishin grupi i pari i të rinjve nga Shqipëria? Nga Shqipëria, po. Që Në po Bullgari studionin ka jashtë, qenë tashmë. Tashmë ka qenë po. Me kolegë në Me shkallët kolegë e të ndryshëm në fakultetit. shkallët e fakultetit, të gjithë shqiptar, jo të gjithë në fushën e kantos, disa kanë qenë edhe instrumentistë që më vonë kaluan në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit, përsërisht me miqtë e tij në rrugët e Sofjes, në pjacën qendrore të Sofjes. Këtu me Ramis Kovacin, një miqësi shumë të ngushtë të cilën patën fatin ta kenë deri në fund, dhe më vonë kur jeta i ndau, sepse ata erdhën bashkë, kanë ikur të njëjtin vit, janë kthyer të njëjtin vit, kanë qenë shok shumë të ngushtë me Ramis Kovacin. Dy emërohen në opera, më vonë do e shpjegojmë kur Ilia kthehet në Korçë, Ramizi vazhdoi karrierën e tij dhe u bë artist i popullit duke interpretuar disa nga kryerolet, një nga gurët themelues, do thoja, të Institutit të Lartë të Arteve, sot Akademia e Arteve dhe të Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, dhe është interesant fakti që studentët që kishte punuar Ilia Evro në shkollën e Korçës, ja delegonte gjithmonë shokut të tij të fakultetit Ramis Kovacit. Edhe këtu jem dokumentacione në fakt që na i ka vënë në dispozicion familja Evro. Studentore, po. Janë disa të cilat i kemi digitalizuar bashkë me familjen Evro për të bërë një ulumtim më të dënshëm dhe më dinitos. Këtu është një nga triskat e studentëve të cilët merrnin studentët shqiptar për bursën. Interesante. Ndërkohë thuhet se gjatë mbrojtjes së diplomës ai ka interpretuar disa role të repertorit verdian, Rigoletton. Një pjesë nga opera Don Carlo. Nga opera Një ballo me maskar Orline Renatos, edhe Attila të Verdit. Këto kanë qenë rolet që ai i ka interpretuar gjatë diplomës të tij, edhe pse jeta e solli në rast të parë të themi që duke qenë te studenti Bromborovit, Ilia ka mbaruar me nota të shkëlqyera dhe gjatë diplomës të tij tregonin kolegët të cilët janë gjallë dhe sot e kësaj dite, ose studentët të tyre të cilët kanë pasur një kontakt më të afërt, orkestra studentore që shoqëronte gjatë diplomës, sidomos ndaj pjesës të Attilës, ato kanë ndaluar pas interpretimit të tij dhe kanë goditur me hark të gjithë lexhiot. Ka qenë domethënë një nga diplomat më dinitoze deri në ato vite, të cilat ai ka mbrojtur fal talentit dhe vokalit potent që ka pasur. Fatkeqësisht asnjë nga këto rolet Ilia Evro nuk pati mundësinë edhe fatin të thoja të vinte në skenën në Shqipëri, për shumë arsye, për arsye që në atë kohë nuk vihej repertori huaj, siç e dim, sepse edhe pse u kthye në Korçë, mund të shkonte në operë dhe të bënte role, po dhe për arsye që ka patur disa lëkundje politike. Lëkundje politike që do t'i përmendim pak më vonë. Pikërisht për fatin e madh që pati Ilia Evro, po natyrisht edhe për talentin e lindur, ka folur edhe Vasko Kolaci, është vimësia e intervistës, të cilën ndoqëm pak më parë, dhe për marrëdhënien që ai kishte me ish pedagogun e tij. Ndjekim. Zëri i tij tërhoqë vëmendjen e shumë specialistëve dhe pati mundësi të marrë një bursë në Bullgari. Në Bullgari mbaroi konservatori me një nga pedagogët më të mirë të Evropës. Një pedagog që firmën e çdo nxënës me firmën e tij mund t'i japeshin dyert e gjithë shteteve, e gjithë konservatoreve të Evropës. Jeta artistike e Ilos në Bullgari ishte inkuadruar më shumë në programet mësimore, në programet e përgatitjes vokale, dhe ky mjeshtri i madh, ky pedagog i madh, krijovi një kas, një arkë të madhe në trupin e Ilos, një arkë druri, si të thuash si që në ato, një kuti të madhe, vokale, zëri,
të impostuar në një mënyrë të mrekullueshme. Kishte një impostim të çuditshëm. Një akustikë që zjente brenda trupit të tij, brenda kokës të tij, një akustikë të mrekullueshme. Kishte një karakteristikë të veçantë që pedagogu ja lëmovi dhe ja nxori në pah. Ajo kishte një kuti rezonance të mrekullueshme, një teknikë të mrekullueshme, një këngëtar i mrekullueshëm dhe mbarovi me suksese dhe me diplomë të shkëlqyer. Iloja ishte njëri shumë i mirë. E mbaj mend, na kam mbetur si atë kur është kthyer, që u kthye nga jashtë. Kur erdhi, neve s'dinim ç'të bënim, kush është ky njeri, cili është ky njeri. Dhe më nuk fare u afrua dhe erdhi pranë neve. Erdhi në pallatin e kulturës. Punonte me Sami Bujarin. Samiu që pianist atëherë. Dhe kënonin kuartete, kënonin. Më thanë, do kënosh një duet me Ilon, po si ka shuraj dhe kënosh që të dy, dhe kënon, o po të shkërkonoj mjeri plak, mos do të sa bukët të japë. E kënduam, dollëm shumë me sukses. Iloja që i jashtë zakoshme. Zëri ti, e di ku vide në Moravë, dhe gjësha. Kur fillon të këngë, në Moravë, e thesh, Iloja po këtë. Unë të thash, mbaj men, do të edhe qëmë që e ka bërë. O po që kërkon mori mjeri plak, mos do të sa buke, mos e të jap. Dhe të shë Iloja, o buken ka moj trajsën plot. Fjallë pas e si maj men. Këtë duhet e di që e kemi kënduar dhe e kënduar lartë në Pallatin e Kulturës. Pallatin e Kulturës që sallë e madhe. Atje bënim koncertet, atje bënim konferencat, të tërë atje besh. Pas përfundimit të studimeve në Bullgari, Ilia emërohet në Teatrin e Operës dhe Baletit në Tiranë, e përmendëm pak më parë, bashkë me Ramis Kovaçin. Nuk dihen ende arsyet e vërteta, të paktën, kështu na thuhet, pse ai u kthye në qytetin e Korçës. Në fakt, ndonjëherë përpiqemi të fshejmë disa të vërteta për artistët tanë të mëdhenj, po ndoshta ka ardhur koha që edhe ti themi, del nga dale ti zbulojmë, Alex, pse artistit madh Ilia Evro nuk ju dha asnjë hapësirë, asnjë mundësi në Teatrin e Operës për të interpretuar të paktën një nga ato role të cilat ai interpretoi gjatë mbrojtjes së diplomës në atë mënyrën më dinjitoze të mundshme. Rreth të parë të themi që deri para disa vitesh i kisha hyrë vetë dhe kisha parë, dosja e tij ishte bosh. Domethënë emri Ilia Evros ka qenë dikur në dosjet bosh të Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, dokumentacioni përkatës pse ai ka patur një karrierë shumë të shkurtër, ishte një yll që ndriti në meteor, një meteor që ndriti në qiellin e Teatrit të Operës dhe Baletit dhe u fik shumë shpejt, është ende e panjohur, por dyshohet sipas diskutimeve, sepse këto sot kanë kaluar shumë vite dhe nuk jemi në gjendje ti përvërtetojmë totalisht, dyshohet që ka qenë aratisja e Panteleimon Kotokos në Greqi, edhe jeta e tij gjatë viteve të cilat këta ishin një brez artistash të cilët kishin studiuar në Bullgari, jo të gjithë patëm fatin kur erdhën në Shqipëri, të kishin bërë zgjedhjet e dura ose zgjedhjet që i pëlqenin regjimit të asaj kohe. Brenda këtij komponenti, xhaxhai aratisur prift në Greqi, edhe jeta e tij në Bullgari ishin komponente të cilët e dërguan në Korçë. Edhe pse justifikohet mira, dhe deri diku ka të drejtë sepse duhej një këngëtar aq profesionist dhe aq i kultivuar mirë në djepin e kulturës, që ishte Korça bashkë me Shkodrën, që kështu një pjesë e këtyre korçarëve dhe shkodranëve që ishin, kishin dalë jashtë shtetit, ishin arsimuar, ishin formuar jashtë, duhet të ktheheshin në qytetet e tyre që të vazhdonin traditën. Fati i keq ishte i Ilia Evros kësaj radhe, i cili u kthye në Korçë. Pra, arsyet politike dhe ajo që përmendët ndoshta jeta e tij private në Bullgari, martesa me një vajzë
bullgare, mund të kenë qenë arsyet që shumë shpejt Ilias t'i propozohet të rikthehet në qytetin e Korçës, më saktë nuk ishte një rrugë zgjidhje tjetër të kthehej dhe ta vazhdonte aktivitetin e tij në këtë qytet, duke sigurisht atë që i ofronte Tirana dhe Teatri Operës nuk mund t'i ofronte kur Korça, pavarësisht se ai e zhvilloi aktivitetin e tij, edhe këtu një aktivitet jo shumë i gjatë, duhet thënë, pavarësisht talentit që ai kishte. I dendur goxha, me shumë variante të ndryshme, profesor, kantoje, në disa nga embrat më të mbëdhenj, profesor koral në fillim, regjizor deri diku në disa nga tablot muzikore, ose dhe në operat të cilat tentovi dhe opereta të vinte Shtëpia e Kulturës të Korçës. Ka pasur dhe këtu një aktivitet të vrullshëm dhe shumë të dendur për aq pak vite sa i ushtroi profesionin e tij, sepse Ilia pati dhe fatkesin të ndahet shumë i ri dhe shumë shpesh nga jeta. Por në fakt ishte përgjegjësi e madhe një artisti tashmë të formuar të kthehej në qytetin e Korçës edhe natyrisht të përshfaqte edhe talentin e tij, çfarë duhet bënte, si duhet ndihmonte të themi artistët e rinj, çfarë duhet jepte qytetit tashmë. Po, gurët e themelit ishin hedhur, në vitet që Ilia ishte në Bullgari, këtu ishte shfaqur opereta e parë shqiptare nga Kristokono, opereta Agimi në vitin 1954, dhe disa tablot të tjera muzikore, ose dhe opereta Së bashku jeta është këngë përsëri nga Kristokono, kur erdhi Ilia gjeti një kor amator, po që merrte pjesë në vepra operistike të vëna nga profesionistë në Pallatin e Kulturës, kështu që roli i parë që i besohet pasi vjen është roli i basit kryesor, roli protagonist në operetën ruse sovjetike Lugina Art. Po, përpara se të flasim për këtë operet, ne do të ndiqim tani një grup me foto, bëhet fjalë pikërisht për momentin kur Ilia Evro vendos të kthehet në qytetin e Korçës, e tham edhe për arsye që ndoshta ndonjëherë njeriu nuk ka rrugëzidhje tjetër, është i detyruar kthehet në qytetin e Korçës me përgjegjësinë e një artisti të formuar për të zhvilluar aktivitetin e tij artistik. Me artist me cilët ai ka bashkëpunuar, pak më parë pam foto me Spanja Pipën, po jo vetëm, me Guri Napoleonin, me artistë të tjerë, ndoshta me Mjellaj Zallamin, me artistë shumë të njohur që me cilët Gjeri Kamenicën, mezzosopranon, është këtu, me të cilin ka risjellë dhe është bërë shumë e famshme kënga qytetare korçare Ftujka. Ftujka, do të ndjekim pak momente më vonë. Me Pavlo Shollën, me Gaço Priftin, ose siç njihet Gaço Balozi në Korçë, në një fotografi, në një moment relaksi. Këtu është në festivalet e këngës, të cilat në mezin e viteve 60, siç e kemi thënë dhe shpeshherë, u lulëzua në qytetin e Korçës. Atje ka pasur fatin që të ketë krijuar disa nga këngët, nuk ka festival që Ilia Evro mos ketë kompozuar kënga, ka ndihmuar shumë në tekst, në orkestracion dhe në formimin koral gjatë viteve të para, duke krijuar një sër këngësh, po dhe në qytetin dhe në festivalin e fëmijëve dhe në koncertet e pionerëve, Ilia Evro krijonte gjithmonë 10 këngë masive, sepse ka pasur një vrull që duhet ta nxirrte artistikisht dhe e gjeti do me thërë mundësin e ti si krijues tashmë. Korça pati fatin që një artist Ilia Evro u kthye në vendlinjen e tij, po nga ana tjetër edhe vetë Ilia pati fatin që gjeti edhe artist aty. Artist shumë të mirë, të përgatitur, po dhe me aktivitete që mund të mos ishin ndoshta të shumta në numër, po ishin ndoshta shumë cilësore. Dhe ishin gur themeli dhe ato, sepse Korça, unë kam thënë shpesh edhe në shkrimin që kam bërë për Ilia Evro, kam thënë që Korça pati fatin, po Shqipëria pati fatkesinë, sepse humbi një zë. Humbi një zë është shumë të mirë. Të përmasave kaq të mëdha. Po gjithsesi në të gjitha gjërat që Ilia ka bërë në vitet që ka qenë në qytetin e Korçës dhe ka qenë aktiv, ka qenë pioner. Ka marrë pjesë në një nga operetat e para ruse, ndoshta të vetmen që është vënë në historinë e qytetit të Korçës. Ka formuar brezat e ri të artistëve, ka krijuar koret e para në artizanët, në kooperativat bujqësore, korin e amatorëve të Pallatit të Kulturës, ka drejtuar deri diku orkestër, me aq mundësi sa kishte.
ka ndjekur festivalet e fëmijëve, ka krijuar këngë si kompozitor për festivalet e fëmijëve, po dhe për festivalet e radio televizionit të Korçës, e Radio Korçës faktikisht asaj periudhe. Është një karrierë, siç e tham dhe më përpara, shumë e gjatë në një qytet intensive, në një qytet që për masat e Shqipërisë socialiste nuk ka pasur mundësi për më shumë gjëra. Dhe Ilia atje ka marrë notën 10 për mendimin tim. Patjetër. Mirë, ndjekim kujtimet e një kolege tjetër, një artiste tjetër si Spanja Pipa. Po Iloja u shkëput, nuk e marrë me se u shkëput. Dhe, po të them dhe këtë që na ka erdhur shumë keq, u bëdha atë ditë një mbledhje e madhe, se nuk deshin që të largohesh. Nuk deshin që të largohesh. Po them, ata të mëdhenj të byroje si që atete, nuk dhe. Të tërë ishim që nuk deshin të largohesh. E kishim shok të mirë që këngëtar shumë i mirë. Që të bjetë në tokë një flori dhe tikë, është keq. Ne nuk dinim të mblith një florin, të ne benim të tjerët. Një nga gjërat që shumë interesante është fakti që përveç Spanjës e kanë dëshmuar edhe të tjera, Ilia Kuriku iku si një djalosh adoleshent koshar dhe kur u kthye nga Bullgaria. I talentuar, por erdhi si profesionist. Erdhi si profesionist dhe si një njeri i formuar tashmë me totalisht tjetër lloj paraqitje dhe prezenca. Edhe Spanja e përmendi shumë bukur, edhe në stili robave dhe ato çka i thoshte tashmë si këngëtar profesionist, kishte ndryshim atë djaloshin koçar që kishte ikur në Bullgari. E të rishte vëmendjen e kolegëve të tij. Megjithatë është shumë interesante, ju Alex e sillni në kujtimet edhe të bashkëkohësve të tij si një njerëz që me gjithë përmasat e mëdha të një artisti tashmë të formuar, ai ishte shumë i thjeshtë. Modest, edhe i thjeshtë, njeri i përditshëm. Rinte me të gjithë kategoritë e njerëzve. Me të gjithë kategoritë e njerëzve. Dhe kjo e ka ndihmuar. Kjo e bënte, le të themi, e riste si njeri madhështinë e tij, e bënte më të madh se ç'ishte në fakt vet Ilia. Vet Ilia. Edhe kjo ishte pjesa që Ilia brenda kësaj modestie që ka pasur, ka gjetur disa nga njerëzit të cilët më vonë janë formuar dhe ata artistikisht, kanë bërë një karrierë qoftë në fushën amatore, qoftë edhe në fushën profesioniste shumë të madhe, pa e ditur që me njeriu që shoqëroheshin se kush ishte. Na janë dashur shumë vite, më bëhet qefi që e përmendi dhe profesor Vaska lidhur me çështjen e Bromborovit. Shumë pak njerëz njohin Bromborovin dhe shumë pak njerëz njihnin që dy nga baritonët, bas baritoni Ilia Evro dhe Ramizi kanë qenë të vetmit studentë të një personaliteti të këtillë. Ilia iku nga jeta, erdhën vitet e tranzicionit në Shqipëri, u ndruan sistemet politike, erdhën kora të tjera dhe askush nuk u mor me personalitetin e tij ashtu siç duhet të merrej. Edhe Llazi Balashi i kujton vlerat e Ilia Evros si profesionist. Po Ilia Evro ka dhënë një kontribut të madh, edhe si profesor muzike. Ka nxjerrë shumë talente ku ka qenë këtu profesor. Një kapitull i rëndësishëm që e përmendëm pak më parë, Alex, ishte drejtimi i korit partizan të qytetit. Bashkë me Piro Suljotin ai e formoi këtë kor, interpretoi si solist për ansambleve artistike të qytetit dhe dha një kontribut të çmuar pranë estradës së Korçës. Është fillimi i krijimit të estradës si profesor muzike. Stimujt e parë muzikor i ka dhënë Ilia Evro, këngëtarët e parë të estradës, asaj kohë ishin amator, më vonë fillojnë në brezat e këngëtarëve profesionist, i ka gjetur vet Ilia dhe i ka mësuar që nga fillimi pothuajse të këndojnë. Dhe këtu brenda mund të përmendim Spanja Pipën vetëm, me të cilën janë edhe të njëjtës periudhë pothuajse, Bardha Hoxhën dhe shumë këngëtarë të tjerë të cilët e kanë pasur profesor. E kanë ndjekur deri në fund të jetës të tij estradën e qytetit, si dhe pjesën e repertorit të cilën luaj asaj kohe. Ishte profesori tyre, por në të njëjtën kohë edhe ndanin bashkë skenën. Edhe skenën, edhe kolegu, edhe shoku, edhe miku. Ilia ishte një gjyshi në rrëfimet e tij, thotë që Ilia ka qenë një njeri i cili në çfarëdo lloj ore ta merrnje
asaj kohë kam qenë të pakta telefonet ose ta gjenje ose t'i dërgoj një haber që të duheshe, ai ishte në gatishmëri, sidomos për çështje artistike, të përgjigjej në çdo moment. Rinte merrej me problemin që kishin kolegët dhe nxënësit e tij derisa të jepte zgjidhja. Një diçka që në ditët e sotme për profesorët e muzikës edhe mungon. Nuk e shikojmë shpesh tashmë këtë fenomen. Alex, kush është Hasan Mallolli dhe çfarë lidhje ka ai me Ilia Evron? Hasan Mallolli është ish drejtori i shtëpisë të kulturës dhe krijimtarisë popullore legjendare Alik Elmendi i Korçës për disa vite me radhë, po që me Ilia Evron njiheshin që nga kori partizan të dy, që nga kori këngëve partizane, ku kanë kënduar të dy si të rinj, po në shumë vitet e mëvonshme kur Hasan ishte drejtor, kanë bashkëpunuar si drejtor me kolegë varës, domethënë, në grupet e Pallatit të Kulturës, në grupet muzikore. Për sa kohë ka qëndruar Hasan Mallolli drejtues? Mbi 10 vjet. Mbi 10 vite. Është një emër që të paktën vetë nuk është se është shumë i dëgjuar. Po, edhe për Hasanin është pak e padrejtë, sepse gjatë 10 viteve, edhe më shumë që ai ka qenë drejtor, ka qenë kulmi i aktivitetit dhe i veprimtarisë të Pallatit të Kulturës të asaj kohe. Sepse tashmë në vitet që është Hasani, janë formuar dhe kanë ardhur profesionistët e parë. Domethënë Pallati i Kulturës funksionon me profesionistë dhe është artilleria e rëndë e industrisë muzikore të qytetit të Korçës dhe një nga ndoshta 2-3 pallatet më famoze të Shqipërisë të asaj kohe, veprat e të cilave na kanë mbetur trashëgimi deri më sot. Po është një figurë e cila është përmendur pak ose ndoshta as pak, megjithatë ne kemi pasur mundësi të realizojmë të një intervistë. Ai sot jeton në Tiranë prej shumë vitesh dhe ai e sjell kështu në kujtimet e tij Ilia Evron. Duke kujtuar Ilia Evron, mendimi të shkon në disa momente të rëndësishme të formimit të tij si këngëtar, si kuadri rëndësishëm i sektorit të muzikës, në veçantë të kantos, efektit që pati ardhja e tij në televizjen profesioniste dhe amatore të qytetit të Korçës, dhe pastaj edhe në një moment tjetër të rëndësishëm, të cilin e kam përjetuar dhe vetë, në formimin e korit të këngëve partizane pranë shtëpisë kulturës në Korçë. I dha një hovë të rëndësishëm në aspektin profesional, lëvizjes profesioniste dhe amatore të qytetit Korçës. Shpejt u përfshi, pasi ardhi nga studimet, me grupin e këngëtarëve të formacionit profesionist të estradës qytetit, dhe së bashku me këngëtarë të tjerë si Piro Surioti, Mjellaj Zaleme, Nusret Frashëri, Gori Napoleoni, Spanja Pipa, i dha një tjetër dimension mënyrës së të kënduarit në aspektin profesional, por dhe në zgjerimin e repertorit në fushën sidomos të muzikës së lehtë. Në mënyrë të veçantë, Ilia Evron ka dhënë një ndikim të madh në edukimin muzikor të brezit të ri. Ai e krijoi korin partizan, korin e këngëve partizane, kështu quaj, krahas korit lira, që merrte pjesë në koncerte të shumta në gjitha festat e ndryshme të kohës, për t'i dhënë një hof, një lloj tjetër muzike, siç ishin kori partizan. Unë do të sugjeroja për këtë një libër të veçantë që ka shkruar akademiku Vaso Tole, kur flet për historinë e krijimit të këngës partizane, efektin emocional dhe pastaj profesionalizmi i të shkruarit të partit të këngëve partizane, të cilat u bën menjëherë pjesë përbërëse e të gjitha formacioneve korale në Korçë. Duhet të them që Ilia Evroja është në plejadën e atyre muzikantëve, të cilët i kanë dhënë një hovë të rëndësishëm edukimit muzikor, të kënduarit
në grup dhe që do të kujtohet qatë për këtë lloj ndikimi të madh që i ka dhënë lëvizjes amatore dhe profesioniste të qytetit e Korçës. Fakt jemi gjithkohës duke folur për artistin Ilia Evro, për bashkëpunimet e tij me kolegët e tij të tjerë të jashtëzakonshëm, dhe tani do të kemi mundësi, do t'i krijojmë një mundësi të gjithë teleshikuesve për të dëgjuar pikërisht një duet të tij bashkë me artistin tjetër Piro Sulioti, kënga me titull Korçia kështu të dua, është me tekst dhe muzikë të Ilia Evros dhe është fituese e çmimit të parë të një prej festivaleve që realizoheshin në qytetin e Korçës. E shijojmë pak zërat e dy artistëve tanë? Korço plake, shkolla kombinate plot, mune qendrën tënde, po ngrijen pallate plot, se në ballu nise, veta pati ua, Korço lule, ja kështu të dua. Se në ballu nise, veta pati. Bukur, dy artistët tanë, shumë bukur. Dy artistë dhe dy shokët të ngushtë, të cilët për Piro Suliotin vdekja e Ilia Evrosi ka kushtuar më shumë do thoja se sa dhe vdekja e nënës të tij. Nuk e mbaj mend, ka qenë një aktivitet, ka qenë një rivënje në mos gaboj e operetës Brigadierja të Kristo Konos, ku Piro kishte një nga rolet. Ndërkohë që në një tjetër operete që është bërë, ka ndruar jetë mamaja e tij dhe Piroja ka vajtur dhe ka interpretuar, pa patur asnjë lloj problemi, sepse artisti ka këto dhe anën emocionale, po për vdekjen e Ilias në 1979 ka qenë aq shumë ndikimi i tij emocional që humbi shokun e tij të ngushtë, sa nuk ka arritur dot të interpretoj. Deri në fund, domethënë, dhe kur flisnim, dhe kur hapej muhabeti, unë jam rritur si nga daja, si nga gjyshi që kemi pasur mik familje Ilian, jam rritur me figurën dhe personazhin e tij dhe kjo ka qenë shkaku për unë të filloj këtë rrugëtim dhe të hulumtoj dhe ta krijoj përsëri portretin e tij, që e the shumë mirë është mbuluar tashmë nga Pluri Aresës. Ilia ka qenë i padiskutueshëm, si për gjyshin tim ashtu për dhe për miqtë të tjerë, Mjallaq Zallamin për shembull ose Sotiraq Vangelin, të cilët kishin bashkëpunuar për shumë vite me Ilian, ka qenë një mungesë e madhe dhe pa e diskutueshme për qytetin e Korçës, sidomos në periudhën që ka ndodhur në 1979. Një artisti që ju besua pozicioni shefit të muzikës në Pallatin e Kulturës, siç e përmendi dhe Aleksi, një kompozitor i këngëve të ndryshme, për të rinj, për të rritur, po është shumë interesante se si ai kompozon dhe këngë për fëmijë. Po. Shumë e bukur sepse është një zhanër pak specifik i veçantë. Për shembull, do të përmendim këngën Me vullnet e me dëshirë, kënduar nga Zhani Sulioti, një tjetër artiste e dinastisë Sulioti. Libri im, kënduar nga Jurgjeta Lelazi dhe Alma Subashi. Violina ime, që këndohet nga vajza e tij, nga Mirela, sot një violiniste profesore e nderuar në Shkollën e Muzikës Tefta Shkokoço. Bukur. Krijimtaria e Ilia Evros, po ti dëgjosh këngët, nga krijimtaria e këngëve të tjera ka ndryshime të mëdha. I adhuronte fëmijët, ju jepte domethënë një zharm që në Shqipëri në atyre viteve, qoftë edhe në këngët e fëmijëve dhe në këngët e festivalit të Shkodrës, nuk e shikojmë shpesh. Ka pasur një tingull të jashtëzakonshëm, të bukur dhe me plot kolore. Shumica e këngëve të këtyre që një pjesë deri më sot nuk ka arritur të digitalizohet, po që vetë artistët i kujtojnë dhe i këndojnë shpesh, kanë pasur kolore të ndryshme dhe tekste jashtëzakonisht gazmore. Kjo tregon që ai ka pasur vizion shumë të madh, edhe pse ka vojtur nga regjimi dhe shkufizuar, Ilia gjende përsëri zgjidhjen hapësirën
e tij për të krijuar gjëra ndryshe nga ato çka I kërkoheshin nëpër aktivitetet. Dhe bënte Korçën pastaj të shkëlqente në gjitha festivalet edhe jashtë qytetit. Dhe do ta nisim pikërisht nga fëmijëria e saj, intervistën me Mirela Evron, që do të na bashkohet në këtë bisedë, pikërisht nga kënga e saj Violina ime, që ishte kompozuar nga babai I saj Ilia Evro. Mirela, zgjedhja e instrumentit të violinës ka qenë propozimi I babait, apo dikush tjetër e ka nxitur babain që të zgjidhte këtë instrument e jo një tjetër? Me sa më kujtohet mua, sepse normal unë kam qenë e vogël, yrja time në shkollën e muzikës ka qenë kështu e menjëhershme. Deri në atë vit që mua më takonte Tynja në klasë të parë, merreshin vetëm 7 vjeçar në shkollë. Ishte viti I parë që merrnin 6 vjeçar. Dhe babi me qenë se ishte atëherë mësues në shkollë, më ka marrë kështu për 2-3 ditët e fundit, kemi bërë ato provat për të bërë konkursin, dhe them që është zgjidhja e babait. Kam hyrë, kam filluar, mësuesja ime e parë ka qenë Vasilika Terezi, pastaj kam kaluar me profesor Vaske Kolaci, shumë mik I babait. Pastaj kam bërë me Vasilika Cavalin, dhe një figurë, si thua, ndërtovi sektorin e violinave të shkollës tonë, që kam një respekt dhe kujtim të papar, po ashtu dhe për mësuesen time të fundit, Elsa Trebickën, që dhe kalimin në shkollën e lartë, themi ja dedikoja asaj, dhe jam mirënjohëse gjithë jetën. Për punën, për gjithë shka që kanë bërë, po të gjithë mësuesit e shkollës. Sa e ndjeje prezencën e babait si nxënëse në shkollë? Se sigurisht ai kishte pozicionin e tij, ti si nxënëse, sa e ndjeje ti në korridore, në klasë, në ndikimin ndoshta që mund të kishte te kolegët? Absolutisht. Absolutisht. Ai vindem dëgjonte ngotrolle teknike, vindem dëgjonte në saxho, mbase mund t'i pyeste privatisht për ecurinë time, por që unë të kisha mbështetjen e tij, të themi, sepse ishte këtu në shkollë dhe këtë jo asnjëherë. Unë isha një nxënëse si gjithë të tjerët, megjithëse babai kishte miq të gjithë. Dhe ashtu më trajtonin në fakt. E ndjenja dashurinë e tyre jashtë shkollës, por jo, në pjesën time nuk është se ka pasur ndikim që të themi të më dilte krah apo të ndjesha si... Jo, ai kishte detyrën e tij, unë kisha punën time si nxënëse në këtë pjesë. Kemi qenë shumë korrekt ai dhe unë, domethënë, për atë që kishim për të bërë. Tani, violina është sigurisht binom I pandashëm jetës tënde, po e ke vlerësuar babain për këtë zgjedhje që të ka bërë në jetë, apo ndoshta mund të kishe bërë vetë një zgjedhje tjetër? Kam pasur një dëshirë për të bërë aktore diku në shkollë të mesme, sepse më pëlqente të recitonja, më pëlqen poezitë shumë dhe lexonim normal. Por jo, në këto vite, në gjithë jetën time, domethënë nuk është se të kem pasur ndonjë pishman pse kam zgjedhur atë dhe jo diçka tjetër, jo asnjëherë. Jo. Biles me kalimin e viteve, violina më pëlqen akoma dhe më shumë. Do të them çdo vit dhe më shumë, çdo vit dhe më shumë, çdo vit dhe më shumë. Nuk dalim dot në konkluzionin që të jetë një rastësi fakti që në familjen tuaj vazhdojnë violinat. Ju vetë në çfarë përfundimi keni arritur? Pra, tashmë është brezi I 3 ose I 4 I muzikantëve në familjen Evro. Ne jemi shumë në fakt. Mbasi jo të gjithë në muzikë, sepse për shembull vllai tim mbaroi për pikturë. Nuk kemi vetëm ne të familjes të Ilo Evros, por dhe të xhaxhait tim. Është Flora Evro, djali I saj, Erion Marku. Po tek te nga Pavlina, sporti një lloj arti është.
fëmijët tanë dhe timë dhe të vllajit, dhe ne kemi trashëguar nga babai. Them që kjo është gjithçka që ne kemi është e trashëguar prej tij. Pavarësisht se babai është larguar herët nga jeta dhe ju keni qenë në një moshë relativisht të vogël. Çfarë ndodhi pas humbjes së babait? Si ndiheshe ti pa prezencën e tij në shtëpi? Po humbja e babait tim tek unë nuk ndikovi në këtë pjesën time artistike. Absolutisht, sepse unë vazhdova rrugën time, por humbja e babait tim ndikoi shumë si prind, si një baba shumë i dashur. Deri në moshën 14 vjeçare, unë kam qenë e pandarë. Do me thënë, në thonjza unë isha një bisht i tij, që e vogël. Më merrte në ai lokali i Pallatit të Kulturës ku mblidheshin të gjithë artistët, unë isha aty mbi banak. Në çdo aktivitet që beheshe, kur bënte prova në Pallatin e Kulturës, kur bënin mbrëmje me mësuesit e shkollës së muzikës, kudo ku ishte në ekskursione, ngado që ishte, unë kam qenë gjithmonë e pandar. Dhe kjo ka qenë një, do të thënë, është kjo ajo që më ka munguar shumë. Ai ishte një baba i përkushtuar, në memorien time gjithkohës këndonte në shtëpi. Arje, serenata, këngëruse, që në shtëpi kishte vetëm muzikë në shtëpinë tonë, por dhe shumë miq të tij. Miq që vinin nga Tirana, miq nga rrethet e tjera, sepse ai ka qenë shumë social, shumë i dashur, ai mund të ndihmonte çdo që kishte nevojë, sado që ta njihte pak ose shumë. Qoftë ata që kishin nevojë për nga ana profesionale, por qoftë dhe njerëz që kishin nevoja më se të thjeshta, domethënë babai im ka qenë aty. Dhe shumë gjëra unë i kam marrë vesh në fakt se unë isha e vogël nga miqtë e tij. Të cilët më kanë folur dhe unë jam shumë krenare, po shumë krenare, që jam vajzë e Iro Evros. Dhe jam shumë krenare dhe sot, që Breziti nuk, mbase nuk është, mund t'jenë shumë të pakët, por nxënësit e tij, që ata tani janë moshë të rritur, kur unë them që jam Mirela Evro, po Ilian çfarë kisha, e kam pasur baba, do të thënë gjithë flasin fjalët më të mira dhe mua më bëhet zemra mal. Me çfarë pengjesh mund të jetë larguar babai nga kjo jetë, nga ana profesionale dhe nga ana personale? Besoj që me shumë pengje. Me shumë pengje që unë nuk i kam ditur kurrë. Për sa kohë ai jetonte normal. I kam kuptuar nga bisedat me të tjerët. Pa ai kishte një shpirt artisti, them që rallë mund ta kenë. Dhe një shpirti ati dhe duhet këtë pasur shumë vuajtje. Më paset e nga ana profesionale, për shumë dhe shokët e ti më kanë thënë që në një koncert ai nuk këndovi sepse i thanë që Ari duhet i këndosh në Shqip. Babai donte ti këndonte në gjuhën në të cilat ishin shkruar ato arje. Vetëm këto janë buxa që mua mi kanë thënë të tjerët, më kupton sepse unë isha gjithmonë në shkollë dhe e vogël për të kuptuar. Unë merja vetëm dashurinë e tij në atë kohë dhe kaq.
Pavarësisht kësaj, nga bisedat që kemi bërë me miqtë e tij, Ilia Evro është një njeri i jashtëzakonshëm nga ana profesionale. Rrallë artistë të tillë kthehen dhe rrallë artistë të tillë mund t'i takojnë një skene shqiptare. Pavarësisht se ishte fat që ai u kthye, në Shqipëri sërish nuk u pozicionua ati ku duhej. Megjithatë emri Ilia Evros përmendet pak, ndoshta as pak. E vuan familja Evro këtë gjë? E vuaj. Sepse si babi, por unë them që ka dhe figurat të tjera, si babit kohës së babit, që i kam mbuluar ai pluri i aresës. Por ata janë një gur i çmuar i artit dhe kulturës së Korçës. Dhe meritojnë, nuk e kanë vetëm në babit tim, dhe meritojnë minimumi që kujtohet sikur minimumi punës që kanë bërë apo vlerave që kanë pasur. Do të isha shumë që se cili prej atyre që ka dhenë për artin dhe kulturën e këtij qyteti që për shumë vite, nuk ka qenë pak, po ka qenë shumë, Korça gjithmonë është dalluar. Një omazh, një kujtim, një dokumentar si të zi në vendin që atyre ju takon, e meritojnë. Thash nuk është vetëm babi tim. Si mund të kishte qenë e ardhmja e Ilia Evros në kohën e sotme? Sepse shumë gjëra ndryshuan në jetën e tij edhe për shkak të sistemit në cilin ai jetoi. Sigurisht mund të ishte fati i keq i këtyre artistëve që jetuan atë kohë. Si e përfytyron Ilia Evron në një kohë si sot, pra pas viteve 90? E para njërë që do ishte aktiv në gjithçka. Në pjesën e artit dhe kulturës të qytetit do ishte njeriu më aktiv. E imagjinoj në skenë, duke kënduar të gjitha ato arja apo çfarë i pëlqenin atij. E imagjinoj në korin e pleqve, duke kënduar, por duke u marrë dhe me nxënësi studentët e rinj të cilët duan të shkojnë në akademi, do të thënë për t'i dhënë gjithçka, ai kishte mësuar vetë, do të thënë gjithçka kishte të tij. Dhe ashtu shumë të qeshur me një buzëqeshje fantastike në fytyrën e tij. Do të ishte shumë i kënaqur për ç'kemi arritur ne, për ç'po arrin niprit e tij. Ka lënë Ilia në familjen Evro pasuri në kuptimin sepse ai ishte edhe kompozonte. Pra partitura, keni mundur ju të trashëgoni për babait? Jo. Mbase nuk ka qenë ai kaq i rregullt për t'i mbajtur, sepse ai në pothuajse në çdo festival fëmijësh ose në çdo festival të rinjve që beshe në qytet, ai kompozonte këngë. Një prej tyre kam kënduar dhe unë, ku diun diku në moshën 7 ose 8 vjeçare duhet kemi qenë, ishte një këngë që është bërë për violinën. Dhe këndova unë për violinë, jo se unë. Mbase unë nuk i kam gjarë në pjesa e zërit dhe të kënduarës, po jo, nuk kemi. Dhe kjo është një, për mua, është një peng në fakt, që nuk kam të këtilla lloj kujtimesh nga babi. Ndërkohë një moment tjetër që e përmendëm, ndoshta i vetmi rol, nuk e di Alex, ishte i vetmi rol që Ilia Evro interpretoi tek Lugina e Art, tek një operet? Po, është i vetmi. I vetmi rol, një artisti për masave të tilla jepet mundësia vetëm një herë në një operet? Vetëm një herë. Ndoshta ka pasur mundësitë të tjera për të interpretuar. Në mezin e viteve 60 vendoset të vihet në Teatrin e Operës dhe Baletit opera Aleko.
një opera e shkollës sovjetike, po ashtu si Lugina e artë, dhe personazhi kryesor që mund të interpretonte basi ka qenë Ilia Evro. Ilia niset, shkon në Tiranë, fillojnë provat për operën Aleko, po gjatë atyre momenteve një tjetër goditje politike në jetën kulturore ndodhen, ndalohet opera e huaj dhe opera sovjetike, sepse ka qenë periudha që neve prishemi me marrëdhëniet me Ish-Bashkimin Sovjetik, edhe disa ditë para shfaqjes të operës Aleko, Ilia ka mbetur në tentativë për rikthimin e tij, dhe ndoshta gjithmonë e ka ndjekur një fatkesi, do thoja, politike në hapat e tija, sepse në vitet 60 do ketë qenë shumë ndryshe historia nëse ai rikthehej në teatrin kombëtar të operës dhe baletit dhe rivinte operën Aleko, mund të kishte një ndryshim të madh dhe ndoshta rruga e tij të ishte rihapur përsëri për në Tiranë, po goditja dhe prishja e lidhjeve me Bashkimin Sovjetik e lanë përsëri në Korçë. Nuk pati fatin të interpretonte këtë rol, po ndërkohë pati fatin të interpretonte tek opereta Lugina e artë me rastin e 15 vjetorit të shlirimit të Shqipërisë. Pra Qendra Kulturore Ali Kelmendi vuri pikërisht në skenë, jemi duke ndjekur pikërisht fletpalosjen e operetës Lugina e artë, ku shpaloseshin ndoshta programi dhe gjitha aktet e kësaj operete këtu me artistët e tjerë, besoj në mjediset e Pallatit të Kulturës. Po, janë në mjediset e Pallatit të Kulturës. Roli që kishte Ilia? Tutungjem duket e ka pasur personazhi kryesor rolin, ka qenë një bëj fjalë për vitet 59-60. 59-60 është vënë në 2 sezone të ndryshme, edhe në vitin 59 dhe në vitin 60, Ilia ka patur rolin kryesor të basit. Basit Sandro Topuridze, po. Drejtori një ferme shtetërore. Ferme shtetërore. Edhe kjo nuk u rivu më, si që vun veprat e tjera që riviheshin nga Pallati i Kulturës, pikërisht sepse është një vepër e cila vjen nga Bashkimi Sovjetik. Ishte një operet me 3 akte? Me 3 akte, kanë marrë pjesë disa nga... Dhe duhet të thënë që këtu është një tjetër fakt interesant, aktorin e mirënjohur korçar Aleko Prodani, Ilia Evro e ka gjetur, e ka marrë pjesë në opereta Lugina e artë dhe ka pasur dëshirën në ato vite ta bënte këngëtar. Ai ka qenë në moshë shumë të vogël, po në planet e Ilias, Alekoja ka qenë gjithmonë një këngëtar i ardhshëm. Alekoja ndoqë totalisht një tjetër rrugë dhe shkëlqeu në fushën e tij, po dhe Alekoja ka qenë një nga prurjet të cilat në Pallatin e Kulturës të asaj kohe çuditërisht e ka gjetur Ilia Evro. Dhe pjesë e kësaj operete ka qenë edhe një tjetër artiste, Lefko Thekane, dhe jeta e saj artistike nuk ka qenë shumë e gjatë, po megjithatë ato pak role që ajo ka interpretuar në operet, po edhe në estradën e Korçës mbahen mend. Unë disa vite më parë kam patur mundësi që në një tjetër format televiziv të realizoj një bisedë me të, një rrëfim të gjithë jetës së saj artistike në qytetin e Korçës, dhe kam shkëputur pikërisht një moment kur ajo sjell në kujtimet e saj operetën Lugina e artë dhe rolin e saj, bashkë me kolegë të tjerë, mes tyre dhe Ilia Evro. Kjo është foto nga opereta Lugina e artë. Po. Të kujtohet, është kompozitor Isak Dunajevski, skenografia nga Vangjush Grigori dhe Kostaj Shtushi dhe regjizor Tomi Mato, i përket vitin 1950. Po. Ndërkohë që është natyrisht që të bëheshe pjesë një operete, duhet kishe kaluar në disa filtra përsa i përket edhe zërit, duhet kishe një talent shumë të madh. Lugina e artë u dha gjatë vitit 1959, po dhe gjatë vitit 1960, jo vetëm në Korçë, po ju keni shëtitur dhe në qytetet e tjera të Shqipërisë. Në të gjitha qytetet e Shqipërisë, përveç kësaj operete Lugina e artë sovjetike që ishte. Ndërkohë, më thatë që është një autori rus. Po. Po. Çfarë ndodhi pasi Shqipëria i prishi marrëdhëniet me Ish-Bashkimin Sovjetik? Ne e lamë këto dhe nuk e lojtëm me këtë pjesë, se vumë operetën Agimi, ajo ishte një operet e Kristo Konos dhe me libret të Koljakovës. Po ndërkohë, kujtojmë pak rolin që ke pasur të kjo operet Lugina e artë? Në Lugina e artë kisha rolin kryesor. Sasha më duket se kisha emrin, interpretonja me
Mjallaq Zalëmin. Një zë shumë i njohur. Me Mjallaq Zalëmin, Maqo Plasa, Dimitra Mele, Dimitra Mele, Dorko Gocta, se në këtë kohë bashkohesh edhe teatri, edhe estrada ishin të përbashkëta dhe kur kisha aktivitet këshu më i zgjeruar, merrnin pjesë të dyja grupet, edhe teatri dhe estrada, nuk u i kishim të ndara. Kështu që interpretova rolin kryesor dhe pata goxha sukses. Gjithashtu Ilia Evro ka interpretuar 10 arje, romanca dhe materiale të ndryshme muzikore me Orkestrën Simfonike të Qytetit të Korçës. Korça ka pasur fatin e madh që të kishte një orkestër simfonike, mendoni një qytet i vogël, po me një jetë shumë të pasur muzikore. Vitet e fundit bërë një tentativë për rikthimin e kësaj orkestre simfonike, sigurisht në kujtim të gjitha atyre viteve të arta të shkëlqyeshme të kësaj orkestre dhe duhet theksuar që është orkestra e parë simfonike e Shqipërisë, e formuar dhe me vjetra, me rikthimin vitin e kaluar të Orkestrës Simfonike të Korçës, i kemi kthyer një pjesë të historisë dhe të dinjitetit këtij qyteti. Megjithatë, në kujtesën kolektive vazhdon të ngelet takimi kombëtar i orkestrave simfonike të Shqipërisë realizuar në vitin 1972. Cili ishte pozicioni i Ilias në këtë takim? Atëherë Ilir Erzeni sapo ka marrë si dirigent drejtimin, është kthyer dhe Ilir Erzeni nga Tirana. Ilir Erzeni ka spikatur nga talentet e veçanta që në moshë të vogël, është arsimuar dhe ka mbaruar konservatorin për dirigim në Tirana dhe në vitin 1972 merr pothuajse drejtimin të Orkestrës Simfonike të Korçës dhe në një nga takimet kombëtare që bëheshin në format festivali, i kërkohet Ilia Evros të bëjë disa pjesa operistike në formën e romancave, po dhe në arjet kryesore të disa nga roleve. Një nga këto arjet, të cilën më duket se ne kemi risjellë ekskluzivisht për këtë emision, është një arje nga opera Simone Boccanegra e Giuseppe Verdit. Është një arje që Ilia shkëlqen, edhe pse është në moshë pak më të madhe, dhe me atë fitojnë dhe orkestra dhe Ilia çmimin e parë. Ai është interpretuesi më i mirë dhe orkestra si orkestra më e mirë në drejtimin e maestro Ilir Erzenit, ka qenë viti 1972. Ja, ta shijojmë pak zërin e mjeshtrit Ilia Evro? A te estremo addio, palazzo altero, freddo sepolcro dell'angelo mio, ne protesse lo falsi, o maetà sedutore, e tu, vergine soffristi, rapita lì la virginal corona. Oh, che dici, dirò, oh, mi perdo. Ndërkohë një kontribut tjetër të madh Ilia Evro ka dhe në pedagogjinë muzikore. Ai ka dhënë një kontribut në shkollën e mesme artistike Tefta Tashko Koço, një shkollë e cila për vite të tëra me radhë ka nxjerrë breza artistësh edhe vazhdon kjo shkollë me shumë përpjekje dhe vështirësi, po gjithsesi po ja del mban të nxjerrë instrumentistë dhe artistë të shkëlqyer. Dhe një rol shumë të rëndësishëm në themelin e kësaj shkolle ka pa diskutime dhe Ilia Evro. Ilia Evro ka rolin e arkitektit modern të zërave të rinj që kanë dalë, ka furnizuar Institutin e Lartë të Arteve për vite me radhë,
dhe do thoja pa egzageruar që është nga të paktët pedagogë që studentët e tij, nga pedagogët e parë që ju ka dhënë stimujt e parë, kanë qenë me shumicë solistë si në asamblin e shtetit, si në teatrin kombëtar të operës dhe baletit, ashtu edhe tek asambli i ushtrisë. Ka raste të mjaftueshme që mund të përmend, duke filluar, e kam thënë dhe herë tjetër, që nga Gjergj Suljoti, që ishte solisti i parë tenor në teatrin kombëtar të operës dhe baletit, një rast i veçantë që e mori nga futbolli, e kthevi, e nxori në festival. Gjergj Suljotin. Një tjetër rast i veçantë ka qenë basi Pandi Zguro, i cili ka qenë basi kryesor për shumë vite edhe në asamblin e ushtrisë, po më vonë dhe në teatrin e operas. Petrika Rëmbeci, basi tjetër kryesor, Niko Nisi, solist tenor edhe ai në teatrin kombëtar të operas, Shpresa Spao, fituese e festivalit të 16 me këngën Gonxha në pemën e lirisë, dublante Vaçezelës, edhe soliste po dhe ajo në asamblin e ushtrisë, edhe në asamblin, edhe në operën në operën kombëtare. Shpresa kishte edhe një karrierë shumë të madhe, e cila ka dalë pas viteve 90 jashtë shtetit dhe na ka nderuar në Itali, po dhe në vende të tjera, si një nga mezzosopranot më të mira shqiptare. Kështu që Ilia ka patur ka një rol shumë të rëndësishëm për furnizimin e skenës shqiptare me artistë që nuk ishin të pakët në numër dhe vinin nga qyteti i Korçës. Një qytet me një traditë muzikore. Edhe këta janë vetëm solistët, sepse ka pasur edhe këngëtarë në Korçë, si Stefi Panariti, si Qiriako Qeramixhi, ose njerëz të tjerë që kanë dalë nga duart e tij. Brenda në përkore dhe në performacione më të ndryshme muzikore, Ilia ka pasur pa egzagerim mbi 60 studentë, të cilët arritën të përfundojnë studimin e tyre në konservator dhe krijuan një embër në fushat e tyre ku ndritën. Ja se si vjen në kujtimet e kolegut të tij Vask Kolaci, Ilia Evro, me cilin natyrisht, siç e theksuan pak më parë, kanë bashkëpunuar, kanë qenë të dy pedagogë në shkollën e mesme artistike të Ftatas Kokoço. Jeta e tij është një jetë martiri. Janë martirë të eshtur, që i bre shoqëria gadal dhe s'kan forca të shkëputen dhe i dorëzojnë fatit. Iloja e kam njohur përpara viteve 75. 67 në këto vite, po e kam njohur kështu jo fizikisht, e kam dëgjuar një djalë të ri, punëtor, një këngëtar i mirë, merreshe me aktivitetet artistike të qytetit, aktivizoheshe në përshatra, si gjithë neve mësuesit e tjerë të muzikës, organizoheshin në përvatrat e kulturës aktivitete, ishte një djalë i shkafër, i Zotit dhe një këngëtar shumë i mirë. Përmendte pak më parë artistin tjetër Gjergj Suljoti, që edhe ai është zbulimi i Ilia Evros. Ka qenë pak i vështirë shkëputja e adoleshentit Suljoti nga futbolli, po në kujtimet e Ilia Evros vjen kështu Gjergji. Gjergji mungonte shpesh në prova, nuk dëgjonte këshilla teknike të profesorit dhe pothuajse kur nuk studionte solfesh. Kjo situatë vazhdoi për rreth një vit. Tensionet dhe trazirat në marrëdhëniet e tyre kishin një dukuri të përditshme. Po nga ke ngjar ore që mos ngjafsh, po si nuk i ngjavi një çik titeti mo katran me boj, i thoshte vazhdimisht Ilo Evro Gjergjit kur e sillte në klas piroja, herë me dhunë e herë me një tuf gënjeshtrash dhe premtimesh. Megjithatë Gjergji ja doli edhe fal këmbguljes dhe nuhatjes që Ilo Evro kishte për talentin e Gjergjit. Por në kujtimet e Gjergjit, si vinte Ilia Evro? Gjergji ka lënë shumë kujtime dhe për Ilian dhe për ndjekjet e tij
të tmerrshme dhe të rrezikshme që ndiqte në stadiume, në për dhomat e ndrimit, Gjergji kalonte kangjllat, Ilia e ndiqte, e merrte përsëri, vinte tek piroja, ankoheshe, po vite më vonë kur Gjergji kishte përfunduar studimet në konservator dhe ishte solist në Teatrin Kombëtar të Operës dhe të Baletit, kanë patur një kontakt të mirë, do thoja, me kuptimin si bab e birë. Edhe pse babai i Gjergjit ishte dhe ai këngëtar, po me Ilia ndjeshe shumë më komod. Mbaj mend që Gjergji tregonte kur pati atë problemin e njohur të karnavaleve të Korçës, që u xhiruan dhe nuk u përzjodh ai të bënte personazhin kryesor, njeriu që ka ndentur më shumë pranë atë vera dhe që ka këshilluar ta rigjente energjinë e tij dhe të ringriheshe, ka qenë Ilia Evro. Dhe Gjergji kujtonte kështu që ai kishte hequr aq shumë gjëra në jetën e tij, ja kishin marrë skenën e madhe, ai kishte kaluar mbi lëkurën e tij perzekucion nga Teatri Kombëtar i Operës dhe i Baletit, dhe kishte më të lehtë për të ngushëlluar në thonjza një artist të ri që i ishte hequr vetëm një rol. Ndërkohë që Ilias ishte hequr gjithë skena. Ka qenë shumë emocional dhe momenti që deri në fund Gjergji e diskutonte dhe përloteshe. Dhe atë që kujtonte është sa pafas ka qenë Ilia me gjitha të vokal. Ndoshta kanë pasur të dëshirë të interpretonin gjëra bashkë ose të kenë vokale dramatike të dyja, repertorin Puccinian dhe Verdian. Deri vonë diskutonin, domethënë deri në vitet që Ilia ndroi jetën. Si mund të kishte shkëlqyer një artist si Ilia Evro nëse do t'i jepej shanse dhe mundësia? Unë kam thënë dhe në intervistat të tjera, ndoshta në pozicione të tjera, që njeriu mund të ketë shumë talente në jetë, por nëse nuk i jepet mundësia ti përshfaq ato, pa diskutim që do jetë një talent i humbur. Ai vetë, po natyrisht edhe njerëzit që nuk arrin do ta kuptojnë se ç'kan humbur. Aq shumë të madh siç duket e ka pasur brengën e tij Ilia Evro për perzekutimin nga skena dhe për heqjen, sa të gjitha partiturat origjinale që ai kishte sjellë nga Bullgaria ja dhurovi Gjergj Suljotit dhe Petrika Rëmbecit. Pjesët e tia ja u kalovi atyre, klaviret, për të vazhduar ata rrugët që ai nuk arriti dot të eksploronte. Dhe do në fakt kurajo shumë të madhe për një artist që ti dalë zot përpara kësaj situate. Është gjë shumë e madhe që ti t'ja japësh studentëve të tu të vazhdojnë ato misionin tënd kur ti je akoma aktiv. Ti ke vokal, ti ke mundësi, je në kulmin e moshës. Domethënë Ilia kur këto ka pasur student, ka qenë në një moshë që jashtë shtetit, por dhe sot e kësaj dite këngëtarët lirikë shkëlqejnë, janë në kulmin e karrierës të tij. Jo të kesh zbritur, domethënë si e theshte, kur shkonte në Tiranë dhe frekuentonin lokalin Vjosa ku mblidheshin këto grupi i korçarëve të Teatrit të Operës, një pjesë e mirë e tyre ka qenë gjithmonë studentët Ilias, edhe Ilia kur ndjeshin në siklet dhe hapeshin muhabetet të ndryshme, këto i theshin gjithmonë që profesor hajde se do vish, a ju theshte që unë i kam mbyllur qepenat e kësaj pune. Më kam mbetur si fjalë sepse janë nga ato që dëgjonja shpeshherë në diskutimet e tyre më vonë, te Kafe Europa tashmë kur u mbyll Kafe Vjosa dhe Vinja i vogël në Tiranë me Dajin, gjithmonë hapej muhabeti me korçarët për Ilia Evron. Ka qenë kapitull i padiskutueshëm. Si për operan, ashtu edhe për jetën artistike të këtij qyteti. Ndoshta Ilia e kishte pranuar këtë fakt dhe e vetmja gjë që i kishte mbetur të bënte dhe që edhe këtë nuk ka dashur ta shpërdoroj, është pse jo të evidentoj talente dhe të paktën të furnizoj
skenën shqiptare me artistë të talentuar. Pas operës Aleko, besoj që me ato që kemi studiuar dhe me diskutimet që kemi bërë me njerëzit që kanë qenë pranë tij, e kishte pranuar fellësisht që më... Një tjetër artist i zbuluar nga Ilia Evro është dhe Niko Nisi, tenori i teatrit të operës, i cili në moshën 21 vjeçare shkoi pikërisht në Pallatin e Kulturës dhe aty Ilia kuptoi që kishte të bënte me një tjetër talent. Pa lidhje fare, siç e shpjegon dhe Nikoja, rastisi, ai ka kënduar për qef ndoshta, kalovi brenda sepse dëgjovi disa zhurma dhe siç ka qenë Ilia pararoje gjithkohë në Pallati i Kulturës, i thotë, po heja brenda, edhe ti të provojmë dhe arriti që gjeti ndoshta një nga tenorët më të mirë lexhersh që ka historia e artit muzikor shqiptar, dhe ai ishte Niko Nisi. Edhe ai prurje dhe gjetje e Ilia Evros në Pallatin e Kulturës të Korçës. Mirë, ja se si vjen në kujtimet e Niko Nisit Ilia Evro, profesori i tij, i cili natyrisht ka një rol shumë të rëndësishëm jo vetëm në zbulimin e talentit të tij, por natyrisht edhe në nxitjen që ta çojë më tej e pastaj pa diskutim ta bëj një tenor të skenës së madhe të teatrit, operës dhe baletit. Nuk kam qenë tepërse 22 vjeç, edhe rastësisht. Në Pallatin e Kulturës, aty kishte edhe një bar kafe, shumë e mirë. Edhe dëgjoj një harmonizacion zërash, thash, çfarë bëhet tu, thash, dal ty. Dhe mbaj mend të futem atje dhe të gjithë kompleksi i Pallatit të Kulturës. Më thamë, kërkon ndonjë? Jo, i thash më pëlqejnë të yra. Pa edhe këto. Edhe i pari që më pyet, ndjes pas Ilo Evroja. I pari që më ka provuar ka qenë Ilo Evroja. Unë nuk di një rand në muzikë, më provoj në piano dhe mbaj mend t'i thotë Gaço Priftit, Gaço Balozi që i theshim ne ndjes pas dhe ai. Re, s'ka mundësi, thot Gaço, po ja, pa dhe një, me ato zemrën e ti të trashë dhe ato vetullën në kur e ngrinte Gaço Balozi. E thot, po, thot, që thot, ke që s'këndosh me ne? Po i thash, po më morë, pëse më s'këndoj thash. Thire mora që, ndjes pas sot e Rajë Vangelin. Vjen Rajë, që, këshu, se kemi? Niko Nisi. Shumë mirë më thamë. Po këta të tha, duan të marrin këtu, tha, vjen ti tha, se kemi nevojë për tenor. Po vetësh. Dhe kështu fillovi Nisi nga Ilo Evroja. Dhe i takon një omash. Do me thënë kam mbaruar pas i shkëlqyer në Bullgari, më theshte ndjes pas dhe profesori im Ramis Kovaçi. Ai duhet të ishte në opera, zë fantastik. Po kështu dhe Gaço Prifti, zëra të bukur shumë, Ylli Nacho, po kështu, zëra të bukur që kishin mbaruar konservatorët, kështu respekte për këtë bres. Pak momente më parë, Aleksi përmendi një tjetër zbulim të Ilia Evros që është artistja Shpresa Spao. Në pamundësi për ta intervistuar, Shpresa ka dërguar me anë të një letre kujtimet e saj për Ilia Evron. Ilo Evro dhe Pavlo Sholla ishin dy personat që zbuluan zërin tim dhe besuan tek unë që në hapat e para në Korçë kur isha vetëm 14 vjeçe. Në ambientet e Pallatit të Kulturës në Korçë, por edhe në shkollën e muzikës Tefte Tashko Koço, Ilia Evro më dha mësimet e para, më mësoi ushtrimet e para vokale, vokalicat e para që themi, më mësoi disiplinën dhe dashurinë për artin, me durim dhe përkushtim. Ai hapi para meje një rrugë që më vonë do të më çonte drejt Institutit të Lartë të Arteve dhe drejt çmimit të parë në festivalin e 16 në radio-televizionin publik shqiptar. E kujtoj me emocion një moment shumë të veçantë, kur ansambli Skënderbeu, që në atë kohë quhej ansambli 24 tetori, po përgatitej për një turne në Kosovë, ishte Ilia Evro, ai që më provoi dhe më dha mundësinë të isha pjesë asaj eksperience. Për një vajzë të re, ai ishte një hap i madh, një derë që hapet drejt botës së artit profesionist,
shumë ndryshe nga Shqipëria e izoluar e asaj kohe. Brezat të tërë artistë shkoçar i detyrohen shumë këtij njeriu. Ai kishte një aftësi të rrallë për të zbuluar talentin, për ta kultivuar dhe për ta çuar përpara. Nuk kishte thjesht një pedagog apo këngëtar lirik, ishte mbështetës i palodhur i të rinjve. Sot, kur kthehem pas në kohë dhe kujtoj rrugëtimin tim, e kuptoj se shumë prej arritjeve të mia kanë fillesën tek ato mësimet e para, tek ai besim që më dha dhe tek dora që më zgjati në momentin e duhur. Le të njihemi tani me Shpresa Spahon. Ne di sangue sul palleggiai e si chiaro misteri del cielo. Dhe këtu gjej momentin dhe dua ta falenderoj Shpresën për letrën e bukur që më dërgovi. Është një nga mikeshat e mia dhe na mungon shumë. Shpresa na mungon edhe në skenën, na mungon edhe në art dhe është një nga zërat më brillant që kanë kaluar këtij vendi edhe këtij qyteti dhe ajo nxënëse e Ilia Evros. Imagjino se sa shumë njerëz dhe se sa shumë personalitete të cilat kanë shkëlqyer jo vetëm brenda Shqipërisë, si në rastin e Gjergjit dhe të Shpresës që kanë dalë dhe jashtë të shtetit, kanë filluar rrugëtimin e tyre vetëm nga ambicia dhe nga ëndra e Ilia Evros. Është shumë interesant ky fakt. Pavarësisht se ndoshta Ilia nuk pati fatin për shkak të kushteve të ndryshme të mos interpretonte në skena të mëdha, po megjithatë një turne mbahet mend në jetën e tij artistike. Është një turne zhvilluar në Kin, pra një tjetër shtet me cilin Shqipëria kishte marrëdhënie të mira diplomatike, politike, po edhe kulturore dhe artistike. Do ndjekim një grup me foto për të parë se cilët janë artistët në fakt që e kanë shoqëruar në këtë turne të bukur. Janë një grup artistësh ku dallohen mes të tjerëve Ysen Koçia, Ibrahim Tukici, Avni Mula, Vacezela, Giovanna Doko, Piro Sulioti. Është grupi kombëtar, asambli kombëtar, i cili vajti si artilleria e rënda në Kinën e Largët, kanë dentur një periudhë të gjatë, kanë udhëtuar në shumë qytete dhe janë pritur mirë, dhe kanë kënduar edhe këngë. Këtu është një foto me Mao Tse-dunin. I ka pritur vetë Mao Tse-dunin në presidiumin e Kuvendit Popullor të Republikës Popullore të Kinës. Besoj mund t'jetë vetmja trupa. Këtu është me Vaçezelën dhe me disa artiste të tjera. Janë në Shangaj. Këtu janë të shtëpia e Mao Tse-dunit vetë, kur ka mbajtur duket Ilia atje, pak skeptik ndoshta, bashkë me shokët të tjerë. Ndoshta ndër të paktat apo të vetme turne të Ilias jashtë Shqipërisë? Pas viteve 60 i vetmi turne, sepse për arsye që i përmendëm dhe më përpara politike, nuk ka qenë fort i preferuar i regjimit për të dalë jashtë. Është dhënë një luftë e madhe nga kolegët e tij që ka pasur në institucionet si Teatri Operas ose Asambli Shtetit për të vajtur dhe ai një zë potent, bas, për t'i shoqëruar për pjesët të cilat i duheshin asamblit dhe jo fort let ka dalë jashtë. Këtë tregon edhe gjyshi në shkrimet e tij, janë bërë disa nga gjërat të pabërat, siç i theshin ata, me miq, me njerëz, me diskutime, që të dilte Ilia jashtë. Edhe kam idenë që është dhe një nga turnet që ai e ka shijuar shumë. Ndoshta ai ka dashur të dilte më shpesh, po këtë nuk e ka shprehur dhe nuk e ka rrëfyer për arsye që ishte shumë mistik ndaj vetes së tij dhe ka qenë me tërë kuptimin e plot bohem si artist. Jetonte me një mënyrë të tij, edhe pse familjar, edhe pse artist, edhe pse profesor. Ilia Evro arri në konkluzionin duke studiuar personazhin e tij këto 3 vitet e fundit, gjithmonë më shumë arri në këtë konkluzion që ka qenë natyrë shumë boheme dhe shumë e mbyllur në vetvete. Në fakt e pohon edhe kolegu i tij Vasko Kolaci, ai e përmend gjatë intervistës që Ilia kishte zgjedhur të bënte një jetë bohem. Kush është Roland Xhoxhi? Roland Xhoxhi është një violinist shqiptar, profesor,
nga violinistet më të mirë që ka Shqipëria, që ka qenë në turne me Ilia Evron dhe me personalitetet të tjera në Kinë. Dhe Rolandi në pamundësi për të intervistuar, në fakt ne kemi pasur mundësi, ose më saktë Aleksi ka patur mundësi të kontaktoj me të dhe ai e sjell në kujtimet e tij profesor Ilia Evron nëpërmjet një letre. Le ta ndjekim. Mua më të rishin veçanërisht artistët Korçar, sepse edhe unë si Korçar nga nëna ata më rinin më ngrohtë. Ndërta, unë njoha Ilo Evron, i cili ishte një bariton me zë shumë të bukur dhe që kishte studiuar në Bullgari, për të cilin a priori krijova një respekt të veçantë si artist. Vajta në Kinë dhe turneu që zgjati 3 muaj e gjysmë na afroi më shumë. Udhëtimet me tren apo autobus nga një qytet në tjetrin, drekat apo darkat, banketet dhe vizitat në përvendet historike e të tjera ishin në momentet e shumta bisedash me njëri tjetrin, ku ndjeja simpatin dhe ngrohtësinë e tij si më i madh që ishte. Unë shikoja nga afër kolegët e tij të cilët flistin për Ilon me dashuri dhe respekt si njeri dhe këngëtar. Ishte një njeri modest që mbarte mirësi për qëndjen e tij. Ilo prezantonte qytetari dhe etik, dhe kjo e bënte atë të spikaste pasforco dhe shtirje në sjellje dhe qëndrimet e tij. Edhe sot, megjithse kanë kaluar 60 vjet nga ajo kohë, profili dhe silueta e tij kanë mbetur e fiksuar në mendjen time. Përpara se sa të flasim për një moment të vështirë në jetën e Ilias, unë do të ftoj publikun të ndjekim një tjetër vlerësim në gjitha dimensionet, ashtu si kurse e mendon muzikologu Pandi Bello për artistin Ilia Evron. Ai është i pari në Korçë që ka filluar edhe përveç përgatitje e nxënësve në instrumenta, edhe përgatitje e nxënësve në kanto. Ka pasur një personalitet i cili ishte i dallueshëm kështu edhe në komunikimin me njerëzin, edhe në gjithë përgatitjen artistike ku stimulonte tek nxënësit orientimin drejt pasurisë së artit muzikor dhe përgatitjen maksimale të tyre. Dhe komunikimi i tij me njerëzit është gjithmonë historikisht i rëndësishëm, unë po them që dhe pedagogët që i kam patur në Tiranë, pse Ilia Evron e kisha pedagog këtu, kam patur në Tiranë Konstantin Trako, një dirigent shkëlqyer korçardhaj, kujtonte profesor Ilon edhe pra kishte kontakte muzikore të tilla. Ka qenë një figurë e rëndësishme artistike, aq sa ta dini që edhe në pas vitin 91-92, edhe në Sofje kur u krijua një qendër e artistëve, u quajtur aty qendra e artistëve Ilia me emrin e profesor Ilo Evros. Mirë, ne do të shijojmë tani sërish zërin e artistit Ilia Evron, kësaj here me një artiste tjetër që është Geri Kamenica. Bëhet fjalë për Ftujkën. Ftujkën, Ilia i kishte si ide ta risillnin Ftujkën. Ftujka është nga këngët qytetare korçare e vjetër. Brenda Ftujkës është Mjallaq Zallami, i cili është në kompleks me Ilia Evron, dhe Sotiraq Vangjeli, të cilët janë një trio mbrapa Gerit. Geri ka qenë nga këngëtarët më të qiltra që ka pasur historia e këtij qyteti. Geri Kamenica është një nga hallat e Vikena Kamenicës, solistës të parë mezzosopranos të parë të Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, dhe motra e një tjetër mezzosoprano e të operas, e Tefta Çavos. Geri mbeti në Korçë, si vokale dhe ajo ka pasur një vokal të bukur
të rjetëshëm mezzosopranoje, ka bashkëpunuar gjithë jetën e saj në kor me Ilia Evron dhe më vonë me Gaço Priftin, që kanë qenë të dy zëra të rëndë. Një nga këto bashkëpunimet është Ftujka, e cila ka lënë bresa deri në ditën e sotme, besoj që askush nuk e risjell dot si Geri me kompleksin e djemve të Korçës. E ndjekim atëra. Në fakt u preka shumë duke dëgjuar Gerin, sepse bëhet kjo lidhje e familjeve korçare. Geri, që ka qenë partnerja muzikore i Ilia Evros, ka qenë ajo vajza që ka pagëzuar Piro Suljoti para lufte, dhe kështu një familje me tjetrën kanë krijuar mozaikun muzikor të këtij qyteti. Geri deri në vitet e fundit, sepse unë vinja shpesh te shtëpia e saj, ka dashur ta dëgjonte Ftujkën, po për arsye që në atë kohë nuk ishin hapur arkiva dhe nuk ishin mjete digitalizimi, nuk arrita kur t'ja bëj këtë dhuratë dhe më emocionove dhe më preke shumë që e dëgjova në këtë studio. Dhe të falenderoj. Megjithatë, pavarësisht vështirësive që hasin jetën e tij artistike, Ilia arriti të ringrej, të ndërtoj një familje të re në qytetin e Korçës. Ne do të ndjekim tani disa foto së bashku me bashkëshorten e tij, të cilën duket se e ka patur në krah gjatë gjithë jetës së tij artistike intensive, por natyrisht edhe asaj jetës bohem që kishte zgjedhur vetë Ilia të bënte. Këtu është me bashkëshorten e tij. Po ndërkohë duhet jetë pa diskutim edhe një foto kur ai në ditën e dasmës, për të njohur edhe me nënën e tij, Katerinën, po. Ja, kjo martesë erdhën në jetë dy fëmijët e tyre, profesorja dhe violinistja Mirela, edhe piktori i teatrit Taulanti. Dhe skenografi i teatrit të Korçës, Taulanti, që duket të dy ndoqën rrugën e artit, secili sigurisht sipas talenteve të tyre, megjithatë duket që kanë pasur përkrahjen e babait. Shkallëzime të mëdha ka patur, sepse Ilia përveç qytetit që krijovi një shkollë, le të themi, muzikore, krijovi dhe një familje muzikore, pasi Mbesa, siç e përmendëm në hyrje të emisionit, Flora ka qenë violiniste dhe profesore muzike. Djali Florës është Erion Marku, që është dhe ai violinist. Nga ana tjetër Mirela është violiniste, vajza e Ilias, që është dhe ajo violiniste dhe profesore. Po edhe djali i Mirelës ndoshta studimet për violin, Mateo. Është pianist Mateo, ndërsa është pianist. Djali madh, që si ka dhe embrin e Ilias, Ilia Evro, është për violë, dhe Aleksi, që është djali vogël i Taulandit, është për violinë. Që kështu degët e reja që odhi familja Evro vazhduan edhe në brezat e ardhshëm. Besoj është një nga të paktat familje korçare që ka kaq shumë muzikantë brenda në 3 breza, pothuajse janë 7-8 a 9 veta, të gjithë me formim dhe të gjithë me akademi. Po, është e vërtet, dhe përveç vazhdimit të rrëfimit të Mirelës për familjen Evro, ne do kemi mundësi të ndjekim edhe interpretimet e këtyre artistëve të rinj, të cilët vazhdimisht janë pjesë e jetës artistike të qytetit tonë.
Ndërkohë, Alex, përpos ndikimit të politikës në karrierën e tij, kontributi i Ilia Evros në muzikë ngelet një aspekt shumë i rëndësishëm. Sa mund të ketë ndikuar në fakt kjo barierë, ky mur që u ngrit ndaj Ilia Evros në jetën që ai zgjodhi të bëj, dhe pastaj pse jo edhe në largimin e parakohshëm të tij? Unë besoj që Ilia duke ikur, në rast të parë nuk prite ikja e tij, ishte shumë e parakohshme. Ka qenë një sër faktorës, siç e ka pasur domethënë ai regjim që edhe pse nuk të ekzekutonte drejt për drejt me buxhe, përzekucione, përndjekje, fletrufe, dacebau, gjitha këto që kemi parë në për artistët të tjerë dhe jo vetëm, kishte edhe një metodë shumë të veçantë të vriste ëndrat dhe të izolonte brenda në veten tënde. Po është ajo pak a shumë që e them shpesh herë dhe ndoshta duket pak klishe. Të kesh dalë jashtë shtetit, të kesh qenë student i Brombarovit, të kesh shkëlqyer në një nga konservatoret më të mira të Europës lindore, siç ishte ai konservatori të Sofjes. Të kesh bërë koncerte dhe të kenë duar trokitur dhe të ketë lavdëruar shtypi bullgar, ti që vjen nga një qytet i Korçës, që le të themi drejtën, në krahasim me Sofjen, nuk është se kemi pasur të njëjtat mundësi. Të kthehesh në Korçën e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, të izolohesh artistikisht, të merret mundësia e performimit në skenë, kush është artist më kupton, është një nga gjërat më të rënda. Është një ekzekutim politik i cili mund të ndodhi dhe ti të mos jesh kreativ, mos kesh kurajon të bësh asgjë më në këtë qytet. Edhe ai ka bërë shumë për mendimin tim, me gjithë këto që ka hequr dhe me gjithë këtë lloj sulmi që është bërë, sepse sulmi nuk ka qenë i drejtë për drejtë. Sulmet kanë qenë gjithmonë të bëra me nënkuptime. Ilia ka pasur pengje. Sigurisht një nga pengjet e mëdha të tij ka qenë që skena e madhe nuk arriti të pushtohet ashtu siç ai e nisi këtë piknisje. Nga zëri i tij, po dhe lidhur dhe me jetën e tij personale që sigurisht do ketë pasur edhe atje pengjet e veta. Dhe në pjesën e fundit të intervistës realizuar me Vaskë Kolacin ne vërtetojmë një gjë të tillë. Vaska ishte një nga miqtë e tij më të afërt, sidomos në ditët e fundit të jetës. Ai vjen kështu në kujtimet e fundit dhe në të njëjtën kohë një kujtim tjetër do të vijë dhe nga Llazi Balashi, një tjetër artist i cili kujton pikërisht momentin kur u njoftua për vdekjen e artistit Ilia Evro. Një ditë më vjen në klasë më thotë dua të rinë qik me ty Vaskë, thotë. Mbylli derën dhe më thotë të shko të godo një zendës në marrë dhe një shishe verë. Ardhë, pim nga një gotë, edhe më thotë Vaskë, jam shumë kejtë, thotë, më kanë thëritur në degë. Dhe më kërkojnë të bëjmë, të kontribuoj dhe të bëjmë bashkëpunor. Kishte kërkuar një vizë për të shkuar në Bullgari dhe ja kërkonin si kompensim, si shpërblim, si... Ilia nuk e pranovi, po kjo e vojti shumë. E thërrisin e pas herë dhe më vinte Vaska edhe sot. E bënte me dies, edhe sot. Edhe sot. Kjo vazhdovi një periudhë të gjatë, gjësa. Pastaj u ndamës, mua më internuam. Atje pastaj si thash, mora veshje, edhe Ilia kishte mbaruar. Bisedat që bënim ishin të tëra biseda familjare. S'kishe biseda politike fare. As bënte pjesë politika. Avi ishte aq i ngarkuar. Dhe aq me jetën e tij dhe nuk hipte do të zgjidhje. E kur kam marrë që është ndarë nga jeta Ilia Evro, unë kam qenë me Korin në Bajramçuri bashkë me shokët. Edhe më thotë Albaz Ajro, Llazi do t'jap një lajm, tha, ç'ke? Unë nda nga jeta, tha, Ilia Evro, edhe më ka ardhur shumë keq. Shok i feminist, shok i luftës. Më u preka shumë thellë, se do më thasë që
Jo bëri përshtyp edhe shokëve, të kolmazi qartë të ka ndodhë. Jo bëri, thash, më ka ndodhër, thash, një shokët tonë, i këngës, i qojtër Ilo Evra, më nda nga jetë, thash. Edhe më vjen keq që nuk ndodhë, se unë me dhe kam qenë shokë për minje. Alex, fakti që Ilia Evro insiston të merte një vizë në Bullgari dhe si që tha dhe Vaska e pohoj tjetë një zgjidhje jetës së ti, ndoshta bëshe fjalë për familjen e ti të parë që ai e kishte lënë në Bullgari dhe për arsye politike sigurisht jo vetëm rasti i Ilias, po i shumë shqiptarëve të tjerë dhe i artistëve madje, emrave të njohur shqiptarë të cilët i kishin shkëputur marrëdhëniet me familjet e tyre të para për arsye politike dhe kjo është një fatkesi e jetës së tyre. Ndoshta ishte një peng i madh që ai i shkëputi tërësisht marrëdhëniet jo vetëm me ish bashkëshorten e tij, po dhe me fëmijët që kishte nga martesa e tij e parë. Po, është shumë e vërtetë kjo. Besoj që një nga arsyet që ai ka dashur të shkojë përsëri në Bullgari dhe jo për lidhje politike, thotë shumë bukur dhe profesor Vaska, s'kishte lidhje fare. Ilia Evro ka qenë një personalitet i depolitizuar. Nuk kishte lidhje fare me politikën, ka qenë një personalitet i cili ka qenë gjithmonë në një rreth nga institucionet partijake me hyrje dalje brenda në përndjekjet dhe në këto, dhe nuk besoj se ka pasur kur dëshirë, do me thënë të merej ose të kryon të agitacione propaganda. Xhana Maskush nga ata që janë dënuar, nuk ka kryuar agitacione propaganda, këto kanë qenë, do me thënë, ato mangësit e të meshme të një regjimit diktatorial, por po, duhet thënë që vajza e Ilia Evros në Bullgari është Katerina Evro, një nga aktoret më të mëdha që ka Bullgaria si në kinematografi dhe në teatr, edhe djalja saj me sa jam në djeni, është dhe ai po aktor. Dhe është si situatet meshme, të mos mundesh të shikosh fëmijën tënd, e vlatin tënd, unë e ve sot veten time që neve nuk jetojmë në një sistem diktatorial, ne nuk jemi pjesë e një sistemi tashmë diktatorial, është e tmeshme të mos arish të shikosh njerëzit e tu të zemrës, fëmijët e tu, të mos kesh komunikim me ato dhe për këtij fakti të kenë hequr dhe skenën, të kenë marrë. Edhe atë që ti ke më të vyer dhe më të shtrenjtë që është liria. Më bën shumë përshtypje fakti që Ilia ka pasur gjithmonë ndikime nga sigurimi dhe nga regjimi, siç e thonë dhe profesori Vaska, pikërisht. Kjo është ajo që thash më përpara, që regjimi gjente metoda ndërthurazi që të zhdukte ose që të shkatronte sistemi nervor edhe kreativitetin artistik. Ka qenë vojtje shumë e madhe për të. Për Ilia Evron. Megjithatë, e theksuam pak më parë, është fat që talenti Ilia Evros vazhdon përmes zërave, duarve të pasardhësve të familjes Evro, të fëmijëve, të nipërve të tij. A është vlerësuar deri në përpara se sa Ilia të ndronte jetë nga sistemi, të paktën për kontributin që ai dha edhe në fushën e kompozimit, në fushën pedagogjike muzikore, a mori një vlerësim? Ilia e mori vlerësimin e tij para viteve 50, e mori vrullshëm, e mori si një talent ekselent që doli jashtë shtetit me një bursë të veçantë dhe studiovi pranë atij që studiovi. E mori më vonë me emërimin e tij, pa çka se pastaj më vonë u kthye. Ilia ka qenë një nga organizatorët e mbledhjeve në 1960-ën kur erdhi Nikita Khrushchev, udhëheqësi i Bashkimit Sovjetik, u bë një mbledhje në Korçë, ku kanë marrë pjesë shumë artistë. Ilia ka qenë një nga organizatorët dhe drejtori artistik, le ta themi sot me terminologjinë e sotme, e asaj mbledhje. Imagjinoje se sa e vështirë ka qenë në atë kohë dhe në sa sita duhet të kaloje që të kishe një përgjegjësi të këtillë për një republikë diktatoriale siç ishte kjo tona, e varur deri në atë moment nga Bashkimi Sovjetik. Ilia ishte personi i cili u dekorua dhe mori mirënjohjen nga regjimi asaj kohe si organizatori i kësaj mbledhje, i kësaj natë kushtuar
presidentit të Bashkimit Sovjetik. Por më vonë, në drejt fundit të jetës të tij, ai është vlerësuar dhe me dekoratën Naim Frashi i artë, edhe pse gjithë brezit i dhe gjithë miqtë e tij tashmë ishin dekoruar si artistë të merituar. Ikja e tij parakoshme dhe neglizhenca institucionale që kemi thënë shpeshherë ka krijuar domethënë një hendek të madh në këto çështje e kanë lënë në arrest. Nuk kujtesën një hendek, nuk kujtesën artistike të këtij qyteti, po jo vetëm edhe të Shqipërisë, sepse Ilia nuk i përket vetëm qytetit të Korçës, por kontributin e jashtëzakonshëm që ai ka dhënë në artin shqiptar tashmë i takon krejt Shqipërisë, të gjithë Shqipërisë. Pas viteve 90, askush nuk është kujtuar për Ilia Evron, kur them askush, sigurisht që familja, miqtë e tij, pa diskutim që e sjellin gjithmonë në kujtesën e tyre, ndoshta në bisedat intime, por flasim për kujtesën artistike të institucioneve, të pushtetit lokal edhe më gjerë. Kështu që ndoshta ka ardhur momenti që emri Ilia Evros të vihet në vendin e duhur. Me sa kam parë dhe sa kam kërkuar, që nga vitin 1979 që ai ka ndruar jetë, përjashto faktin e 60 vjetorit të Pallatit të Kulturës, ku i është dhënë një mirënjohje për kontributin e tij me grupet amatore, deri më sot në dijenin time dhe më beso kam bërë ulumtime, nuk më ka rënë në dukje diçka e cila të jetë dhe ndoshta mund të jetë emisioni i parë pas shumë vitesh, edhe i vetëm, ku përmendet personaliteti i Ilia Evros. Me të gjitha këto detajet që shumica e korçarve, po dhe të shqiptarve nuk i njohin për jetën e tij. Dhe unë të falenderoj Alex edhe një herë për këtë rrëfim që solle, në fakt edhe për ndihmën e madhe që na ke dhënë për mbledhjen e gjithë këtyre materialeve dhe për mundësinë që ju dham teleshikuesve nëpërmjet këtij formati televiziv për ta njohur artistin Ilia Evro dhe për të kuptuar që në gurët që mbajnë sot themelet e artit korçar, një gur shumë i rëndësishëm me një peshë të rëndë është edhe Ilia Evro. Ishte kënaqësi Eriona dhe të falenderoj për çdo lloj hapësire nëpërmjet këtij formati televiziv na jepet të flasim dhe të hulumtojmë gjithkohës, na jepet motivimi për të nxjerrë personalitete të këtilla në pa. Ilia Evro është nga personalitetet e cilat i ka shërbyer këtij qyteti dhe vazhdon të shërbej, sepse duke parë që nxënësit e tij dhe studentit e tij kanë kontribuar edhe ata në fushën pedagogjike në kanto, por dhe pasardhësit e tij që janë instrumentistët e familjes. Faleminderit edhe një herë Alex. Ishte kënaqësi edhe privilegj për mua që të ndanim këtë hapësirë televizive dhe përcjell në kujtesë artistin Ilia Evro, me shpresën dhe dëshirën e mirë që ky emision të shërbejë për rivlerësimin e figurës së Ilia Evros. Faleminderit që qëndruat edhe sonte me ne. Natën e mirë.